Nicolas Maduro u transferua në gjykatën e Manhattanit nën masa të rrepta sigurie nga qendra e paraburgimit ku ndodhej në Brooklyn. Mediat amerikane dhe të tjera ndërkombëtare transmetuan drejt për drejt transferimin e udhëheqësit të rrëzuar të Venezuelës. Burri dikur i fuqishëm i vendit latino-amerikan u transportua me një automjet të blinduar special. Një helikopter u përdor për procesin e transportimit të sigurt të tij në gjykatë së bashku me gruan e tij, ndërsa burrat armatosur rënd shoqëruan Maduron nën masa dragoniane sigurie. Presidenti Nicolas Maduro është në paraburgim në një qendër paraburgimi në New York, pasi u kap gjatë sulmeve ajrore amerikane në Venezuelë të shtunën. Maduro dhe gruaja e tij, zonja e parë, Cilia Flores, u dërguan nga kryeqyteti Caracas në qendrën metropolitan të paraburgimit në Brooklyn për të përballur me akuza të lidhura me trafikimin e drogës. Ai më parë ka mohuar të jetë kreu i një karteli droge, ndërkohë Venezuela ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare, si dhe denoncon agresionin ushtarak. Presidenti Donald Trump deklaroi se SBA-ja do të drejtojë Venezuelën deri në një tranzicion të sigurt. Ne do të drejtojmë vendin deri në kohën kur do të mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të dur dhe të mençur, tha Trump në një konferencë për shtyp në resortin e tij në Mar-a-Lago në Florida. Kompanitë amerikane të naftës do të riparojnë gjithashtu infrastrukturën e prishur të Venezuelës, si dhe do të fillonin të fitonin para për vendin, thot Trump. Për muaj të tërë administrata e tij kritikoi Maduron, 63 vjeçarin, duke pretenduar për fshirjen e tij në transportimin e drogës drejt SBA-ve. Kjo rriti presionin me një grumbullim masiv ushtarak në Karaibe dhe një sër sulmesh vdekjeprurse me raketa ndaj anijeve të dyshuara për transport droge. Presidenti Donald Trump tha se Amerika është në krye, ndërsa presidentja në detyrë, Delcy Rodriguez, bëri thirrje për bashkëpunim me SBA-n, një zbutje në përgjigjen e saj ndaj sulmit. SBA-t po punojnë për të krijuar një qeveri të përkohshme, të lakueshme në Venezuelë, me sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili tha se fokusi është në përcaktimin e politikave dhe ruajtjen e levave. Presidenti Donald Trump nuk kuptoi se mund të merrte vendime ushtarake në Kolumbi, i tha Meksikës të bashkohej kundër drogës dhe tha se SBA-t ka nevojë për Groenlandën.